Raporti besimtarit dhe besimtares duhet të ngrihet në bazë të devotshmërisë. Çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është të vendosësh një lloj mbroje mes vetes tënde dhe ndëshkimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Si vendoset kjo mburoj? Kjo vendoset duke përmbushur udhëresat, pra obligimet që kemi karshi Allahut dhe duke shtuar, dhe aq më mirë, duke shtuar punët e pëlqyera, punët vullnetare. Pra të shtosh sa më shumë prej punëve dhe veprave të mira, qofshin fjalë apo punë. Dhe po kështu duke u ndaluar prej ndalesave, duke u shmangur ndalesave të Allahut të lartësuar dhe aq më mirë, duke u shmangur asaj që është e papëlqyer. Dietarët kanë folur shumë për devotshmërinë. Fjalët e të parëve tanë janë të shumta për devotshmërinë. E si të mos i friksohemi Zotit tonë subhanahu wa ta'ala, kur ai shikon gjithçka dhe dëgjon gjithçka. Ai është i gjithditur për gjithçka. Ai shikon gabimet tona, ai shikon gjunahet tona. Allahu subhanahu wa ta'ala shikon dhe ecjen e milingonës së zezë mbi gurin e zi në errësirën e natës së zezë. Po kështu Allahu subhanahu wa ta'ala shikon rrjedhjen e gjakut ton në venat tona dhe damarat tan. Pra Allahu Jalla wa Ala shikon gjithçka, ai dëgjon gjithçka dhe ai është i gjithditur dhe i mirënjohur për gjithçka subhanahu wa ta'ala.